arsyeja pse ai shkruan dhe shpif për mua është shumë e lehtë për ta kuptuar. Pasi që refuzova këto kërkesa dhe këto tentativa të tij për të ushtruar ndikim në punën time, ai më ka dërguar edhe SMS-a shantazhues. Unë kam pasur këto shkrime edhe më herët nga i njëjti portal, nga pronari i saj Vebi Kajtazi. Arsyeja pse ai shkruan dhe shpif për mua është shumë e lehtë për ta kuptuar. Ai ka qenë të unë për të pas përfitime për raste të caktuara të cilat unë i kam pas në punë. Për të bërë unë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë për dobi të bizneseve që ai nuk e di në çfarë mënyre i përfasoi. Pasi që refuzova këto kërkesa dhe këto tentativa të tij për të ushtruar ndikim në punën time, ai më ka dërguar edhe SMS-a shantazhues, për të cilat ka qenë i njoftuar edhe ish kryeprokurori i Prokurisë së Shtetit, zoti Aleksandar Lumezi. Ky portal dhe ky person i quajtur Vebi Kajtazi jo rastisht sot e shkruan një artikull kundër meje për të dezinformuar gjithë opinionin e Kosovës, për të thënë gjëra që kur në jetën time as nuk i kam bërë, as nuk isha guxosur për t'i bërë nga askush dhe as njëherë në jetën time. Çfarë do pretendimi i Vebi Kajtazit në shkrimin e tij tregon që gjërat janë krejtësisht ndryshe. Mu m'vjen mirë se sot më ka dhënë mundësia që në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës të jap një deklaratë e cila konfirmon të gjithë atë që unë sot po e them para juve. Kur në jetën time deri në vitin 2001 nuk kam qenë në fshatin Rreçak. Kur në jetën time s'kam qenë as gjyqtar, as prokuror, as hetues para vitit 2000, kur jam zgjedhur për herë të parë gjyqtar në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. E kisha fatin të jem gjyqtar bashkë me 2 gjyqtarë ndërkombëtar dhe një prokuror ndërkombëtar në rastin e Rreçakut, ku është akuzuar një pjesëmarrës në kryerjen e vrasjeve të Rreçakut, dhe i cili fal kontributit tim është shpallur fajtor dhe sot kemi aktgjykim të formës së prerë për këtë të akuzuar, i cili aktgjykim ka shërbyer edhe si provë në gjykimin kundër ish kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević.